miqdashën e të respektum. Para një viti pa ta vendos me u rikthy në Kosovë, me u angazhu në politikën aktive, me idenë se Kosovës i duhen profile të formume, njerëz me integritet, njerëz që mbrojnë parime, vlera, thjesht njerëz që e mbrojnë Kosovën. Mendimin e juaj, zgjedhjet e kaluara të 9 shkurtit, jam zgjedh deputet dhe jam shumë mirënjohës. Dhe e kam një farë bindje që këto muaj, me zgjedhjeve të fundit edhe këtyre që po vinë, jam mundu me krejt kapacitetet e mia intelektuale, njerëzore, t'ja dëshmoj secilit, edhe atyre që s'kan votu për mua herën e fundit, se në Zër Kraki i ndërtum vet, i formum vet në Paris, i shkollum vet, nuk e ka për hajgara këtë punë, dhe ka ardhur këtu seriozisht. Kam dëshmu që e mbroj votën e juaj, që ju përfaqësoj në mënyrën më denjë të mundshme, sa herë më jepet rasti, duke qenë aktiv me shkrime, me pozicionime publike, në debate, në forma tjera. Ma merr mendja që jeni bind tashmë se vota drejt meje është votë drejt një individi të sigurt, të besueshëm, të pathyeshëm, drejt një mbrojtësi të pa lodhshëm, të kauzave të më denja e më fisnike, që i duhen kësaj shoqënie, këtij vendi, kësaj Kosove. Prandaj, edhe këtë herë, si herën e fundit, unë do ta kem numrin 47, atë numrin që ju ishi gati 32.000 persona që shkut herën e fundit dhe gjetën në flet votim dhe votuat. Juftoj që ai numër 47 të jetë edhe më i dallueshëm këtë herë, të jetë edhe më përfaqësues këtë herë dhe të jetë opsioni juaj i votimit në zgjedhjet e 28 dhjetorit që po vijnë. Unë i fort, ju të fort. Unë aty, ju aty. Unë kuvendin e Kosovës, ju bashkë me mu në kuvendin e Kosovës. Ju dëni me mbrojt Kosovën, unë e mbroj Kosovën edhe për juve. Bashkë me grupin cilit i takoj, na duhet fitore masive, në zgjedhjet që po vinë, në mënyrë që Kosova mos të rshqas tragjikisht në duart e atyre që nuk e kanë seriozisht. Prandaj 47-shi i në Zër Krakit duhet jetë 47-shi ai numri drejt cilit ju shkoni me sigurinë më të plot, me besimin më të plot, sepse në Zër Kraki nuk ju tradhton, nuk ju zhgënjen. Do shihemi fizikisht në shumicën për juve, do bëj çmos t'jem prezent çdo qytet, çdo fshat, deri ditën e zgjedhjeve. Dhe pas zgjedhjeve nuk do ndalem asnjëherë në misionin që e konsideroj fisnik, ndihmës konkrete në bërjen, forcimin e Kosovës shtet, në mënyrë që njerëzit jetojnë këtu me krenari, të shpresojnë dhe të presin që të mirat nuk janë rezervu veç për disa, po janë destinimi të gjithëve. Ju përqafoj shumë, me shumë respekt, pres me padure me ju taku, me ju shtrëngu durt, me ju përqafu, me bisedu me juve, me mësu diçka të re për juve, ku do qofsha, jam njëre ndër ma të qasshme që e keni taku në herë, dhe me thjeshtësinë ma të madhe, do jem dispozicionin e secilit e secilës. Faleminderit shumë, shihemi shumë shpejt në secilin vend e qytet Kosovës. Përqafime.